Në asnjë ditë gjatë tërë vitit nuk liron Allahu njerëz prej zjarrit të xhenemit më shumë se sa në këtë ditë. Është dita në të cilën Allahu i Madhreshëm e ka kompletu milletin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka kompletu fen. Mos i kurse këto orë, e në veçanti kur t'i afrohemi kohës së iftarit, kohës së akşamit, lutë Allahun për të gjitha ato që zemra jote i ka dëshirë dhe i dëshiron. Madhështinë dhe peshën e madhe të ditës së Arafatit, ku kemi të bëjmë me ditën më të mirë të vitit. Ashtu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e vërtet, nuk ka ndonjë ditë në të cilën lind dielli, ndonjë ditë më e bekuar dhe më e mirë tek Allahu te baraka wa taala se sa dita e Arafatit. Ata të cilët janë në nikoqirllokun e Allahut te baraka wa taala, musafirët e Allahut dhul xhelal haxhilert që kanë pas fatin dhe nderin, ata e përjetojnë fuqishëm këtë ditë bekume në atë tokë të bekume në Mekën e ndritur dhe në fushën e bekuar të Arafatit. Mirë po Allahu i Madhreshëm nga mirësitë dhe mëshira e tij nuk na ka privu edhe neve të tjerve që nuk kemi pas fatin dhe rastin të jemi musafir të Allahut, edhe ne kemi mundësinë kudo në cilën pjesë të botës që gjindemi si musliman të përfitojmë nga madhështia dhe mirësitë e kësaj dite të madhe, kësaj dite të bekume. Dita e Arafatit o vllazën është dita në të cilën Allahu i Madhreshëm e ka kompletu milletin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka kompletu fen, nga se pikërisht në ditën e Arafatit ka zbrit ajeti ku Allahu te baraka wa taala konfirmon, thot el yawma akmaltu lakum dinakum, sot unë juve u apërsosa fen, u kompletova mirësitë dhe dhuntitë e mia. Pejgamberi alayhis salam ka premtuar se ata të cilët e agjerojnë këtë ditë e kanë mundësinë me marrë shpërblimin edhe të vitit të kaluar edhe të vitit që vije. Kjo ditë është një ditë ku pejgamberi alayhis salam po ashtu na ka porosit të jemi shumë të përkushtuar në lutjet dhe duat tona. Lutja më e mirë në këtë ditë është ajo lutje që pejgamberi alayhis salam ka thonë, unë dhe gjithë pejgamberët para meje e kanë thonë në këtë ditë, është lutja la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj lutë Allahun, ani pse ne nuk e kemi pas fatin të jemi në Arafat, ne e kemi prap mundësinë ta lutim Allahun te baraka wa taala. Prandaj lutë Allahun për besimin tënd, për imanin tënd, lutë Allahun për prindrit e tu, lutë Allahun për familjen dhe familjarët e tu, lutë Allahun për mirëqenien tënde, për shëndetin, mos i haro edhe të afërmit, mos i haro edhe vëllezërit musliman, mos haro të lutesh edhe për gjendjen e ummetit të Muhamedit alayhis salam. Dhe pastaj ti je i lirë, çfarëdo që zemra jote ka dëshirë dhe ndin nevojë me lutë Allahun, lutë. Mos i kurse këto orë, e në veçanti kur t'i afrohemi kohës së iftarit, kohës së akşamit, lutë Allahun për të gjitha ato që zemra jote i ka dëshirë dhe i dëshiron. Në asnjë ditë gjatë tërë vitit nuk liron Allahu njerëz prej zjarrit të xhenemit më shumë se sa në këtë ditë. Është veçoria e kësaj dite. Prandaj lutë Allahun që ti dhe unë së bashku t'jemi prej atyre njerëzve fatlum, që Allahu do të na amneston për gjithmonë prej zjarrit të xhenemit. Allahu na ruajt neve dhe prindrit tonë prej zjarrit të xhenemit. Nga se sot në fushën e Arafatit të gjithë njerëzit, pavarësisht prej ata kanë ardhur në Mekë, pavarësisht çfarë pasaporte e kanë, pavarësisht cilit nacionalitet që ata i takojnë, çfarë ngjyre në trupin e tyre e bartin, çfarë gjuhë e flasin, të gjithë në fushën e Arafatit janë të barabartë. Të gjithë, edhe ai i cili ndoshta në vendin e vet mund të jetë kryeministër, mund të jetë ministër, mund të jetë deputet, mund të jetë multimilioner, në fushën e Arafatit i ka vetëm 2 çarşafa të bardhë.
Në fushën e Arafatit nuk ka mundësia i me kërku hotel me 7 yje. As nuk ka mundësi me kërku statusin e VIP-s. Se në fushën e Arafatit aty pushon çdo lloj diskriminimi i mundshëm. Në fushën e Arafatit njerëzit janë të barabartë para Allahu te baraka wa taala, dhe dallimi i vetëm që mund të jetë në fushën e Arafatit është dallimin që mund ta bën zemra. Dallimin që mund ta bën zemra, respektivisht devotshmëria, frikë respekti dhe adhurimi ndaj Allahut te baraka wa taala.